Ka ndëruar jetë në moshën 83 vjeçare Recep Meta, babai i kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Lajmi u bë publik këtë të premte dhe u konfirmua nga Monika Kuremadi, e cila njoftoi shkurtimisht ngjarjen teksa po hynte në ambientet e SPAK. Babai i Ilirit, babai i Ilirit, dhe prandaj jam Duke konfirmuar humbjen e familjes Meta, Recep Meta ndërroi jetë në moshën 83 vjeçare, ndërsa familjarët po përgatiten për ceremoninë martore që do zhvillohet në Çepan të Skraparit, vendlindjen e familjes. Ndërkohë autoritetet kanë miratuar një leje të posaçme për Ilir Metën, i cili ndodhet në paraburgim, që prej tetorit të vitit 2024, kreu i Partisë së Lirisë do shoqërohet në masa sigurie për të marrë pjesë në ceremoninë e lamtumirës së fundit për të atin. Humbja e Recep Metës vjen në një moment të vështirë për familjen, ndërsa të afër miq dhe figura të politikës pritet i bashkohen ceremonisë martore për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ceremonia e varrimit do zhvillohet nesër në Çepan të Skraparit, ku Recep Meta do të prehet në banesën e fundit.